Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi një të ftuar shumë special, e quaj special sepse është intervista e dytë që unë kam zhvilluar dhe po zhvilloj me të. Kam nderin dhe kënaqësinë që të kemi në studio ditën e sotme profesor Selam Meço. Zoti Meço, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Një jetë dedikuar gjeologjisë dhe minjerave, dekanës dhe fondës rektor, aktivitetet shumëta si brenda Shqipërisë edhe jashtë me bashkëpunime me shtete ndryshme, sidomos me Gjermaninë dhe Italinë. Profesor, një kontribut shumë i madh apo jo? Po, ashtu ka qenë, domethënë bashkëpunimi me këto shtete ka qenë sigurisht me universitetet e tyre, Fjala vjen në Gjermani, fillimisht universiteti kryesor ka qenë në Westfalinë e Veriut, Nordrhein-Westfalen. Pastaj ka qenë me Tübingen, ka qenë me Frankfurtin, me Universitetin e Lirë të Berlinit, ose ata e thonë Freie Universitet në Berlin. Edhe e kam pyetur një nga ta kolegët gjermanë që pse i keni thënë Universiteti i Lirë. Arsyeja ishte interesante që në kohën që Gjermania ishte e ndarë, kjo cop e Gjermanisë lindore lejohej për universitetet nga perëndimi, nga Berlini perëndimor. Dhe i thoshin i lirë, mund të futeshin në studentët e Berlinit perëndimor të studionin aty. Dhe i thoshin Universiteti Lirë i Berlinit. Ai tash është ka vite që është një ndër më prestigjioset në Europë, po edhe në botë. Profesor, ju për shkak veprimtarisë tuaj, punës tuaj, besoj që nuk ka pëllëm Shqipërisë që nuk e njihni. Çfarë do thuash për Shqipërinë në mënyrën se si e keni parë ju? Është e vërtetë që rrallë mund të ketë ndonjë pjesë, unë nuk e kam shkel se lëvizjet tona shkencore bëhen mbi bazën e profilit që mbulon. Dhe unë kam punuar që nga jugu, i thonë, nga ana gjeologjike, i thonë zona jonike, Maligjer për shembull, afër Gjirokastër, midis Gjirokastërës e Delvinës, Felavien, po marrë një emër, po edhe në shumë pika të tjera. Po kam punuar më shumë në veri, pastaj, në Korab, në Mirdit, në Alpet, në Cukali, themine nga ana gjeologjike. Pra, po thuaj se në gjithë, ashtu është, po thuaj se në gjithë Shqipërinë, po thuaj. Çfarë ka të veçantë, profesor, në toka shqiptare, me aq sa ju e keni parë? Ju e keni brellur thuajse të gjithën siç po flas. Shiko, Shqipëria është vend i vogël, siç e dini, por është me fat në kuptimin e pasurive nëntoksore. Domethënë Shqipëria është e pasur në lëndë minerale, duke filluar që nga nafta, gazi, qymyret, pastaj nga pasuritë e mëdha të Shqipërisë është kromi, që është masivi, themi ne, i bulqizës, i cili është i pafund. Është shfrytzuar që në kohën e regjimit të mëparshëm, sigurisht, por punohet edhe sot, dhe është me produktivitet të lartë. Rezervat në këtë masiv nuk janë të pakta, janë të shumta. Po përveç kromit, është bakri, është alumini, janë elemente rrallë, platini, uraniumi, shumë. Me një fjalë, edhe një herë po e përsëris që Shqipëria, nga ana e pasurive nëntoksore, mund të thotë që është vend i pasur. Por sigurisht që teknologjia pastaj e përpunimit, e shfrytëzimit, e përpunimit ndryshon. Edhe këto kompanitë e huaja që janë futur në Shqipëri, sigurisht që këtu futet është futur në lojë biznesi, dhe ato shikojnë shumë interesin imediat. Domethënë sa fitojnë ta zënë për 10 vjet. Dhe ama ka një gjë që ti mund ta shfrytëzosh në tokën, po duhet të mendosh për perspektivën. Domethënë duhet të bërë një shfrytëzim jo radikal dhe i papërgjegjshëm, përkundërzi, duhet bërë një shfrytëzim me vizion, domethënë çfarë do ndodhi më vonë. Prandaj në këtë drejtim
ne gjeologët shqiptarë kemi, me thënë drejtën, edhe rezerva për këto kompaniet që kanë ardhur ose që vinë. Jo se nuk punojnë sigurisht, shteti ka kontratat saktuara me këto, por ama jo gjithmonë kanë qenë korrekt në shfrytëzimin e nën tokës shqiptare. Profesor, ju thatë që ka dhe qymyr nën toka shqiptare. Dihet paktën se si formohet diamanti nga trysnia shumë e madhe, miliona vjeçare, dhe presioni i qymyrit krijohet më pas diamanti. Mund të kemi diamant ndoshta në nën tokën tonë apo është një ëndër e bukur? Kjo është pak e vështirë ta thuash, sepse lëndët minerale ose mademit që i thot populli janë të lidhura me llojet e shkëmbive, me llojet e formacioneve. Dhe në qoftë se ne themi që kemi naftë në Shqipëri, kemi vendburime nafte, sigurisht e themi sepse formacionet shkëmbore që janë në këto zona janë naftë mbajtëse. Pyetjes tuaj për sa i përket diamanteve është e vështirë të përgjigjesh, jo se nuk mund të thuash. Po dhe që të thuash i bindur se ne kemi diamante, nuk është kollaj, sepse duhet të kesh një lloj të caktuar formacioni ose shkëmbi që mund t'i përmbaj. Se diamante fjala vjen dihet që ka Afrika me miliona tonelada, ka Rusia në lindje, në pjesën e Vladivostokut e kujton. Ka Ukraina mjë. Por ama është puna që, jo vetëm se janë në vende të mëdha, si përfaqja kuptohet që luan rol, por për fatin e tyre kanë shkëmbin të atill që mund të përmbajnë diamante, sepse diamantët formojnë në kushte krejt specifike, krejt e veçanta, që duhet t'i zotërosh, t'i njohësh. Unë them nga kaq sa kam njohuri edhe me kolegët të tjerë, kemi bashkëpunuar, që Shqipëria edhe në diamante nuk është pa gjë, si i thonë fjalës, por ama nuk mund të pretendosh ke rezerva të bollshme. Ne kemi gjëra të tjera, ato që unë sapo ja u thash. Naftë njohet sekët. Ku janë burimet më të pasurat të naftës në Shqipëri? Burimet të pasurat të naftës dihet që janë në jug të Shqipërisë. Do me thënë, rajonet e Mallakastës, të pjesëve të Vlorës, të Patosit, Marinjës, këto zonat të Kuçovës, gjitha këto janë zona naftë mbajtëse. Por nafta ka dy nivele i nderuar, ka dy nivele ku kërkohet, edhe që gjeologët tanë të naftës kanë qenë dhe janë të talentuar. Një nivel është kur nafta është në formacion gëlqerore, e ke parasysh në gëlqerore. Dhe niveli tjetër janë, po them, ranorët, argjilet e tjera. Por nafta që të ruhet nafta, është si puna ti kazanit që do një qati. Dhe në shkëmbit gëlqeror të zëm, nafta që të ruhet, ose që është ruhetur, ka patur një mbules argjilore. Argjila nuk e lë të fluturoj. Se po të ishte që këta gëlqerore që janë në sipërfaqe kanë naftë, do ishim nga më të pasurit në botë, jo. Do ta kërkosh të thellësi. Dhe proceset e çpimeve kanë qenë të vështira, nuk kanë qenë të lehta, sepse është një teknologji e veçantë. Plus materialet që kemi pasur ne në dispozicion në një masë të konsiderueshme kanë qenë materiale kineze, në komunizmit flas, se tash janë kompani të huaja, shtetëresa, dhe nuk ishin se ishin të nivelit shumë të lartë. Megjithatë puna është bërë, dhe është bërë në sajtë vetmohimit të njerëzve,
specialistëve shqiptarë. Për fatin e keq, mas rrëzimit të sistemit e tjera, shumë specialistë u larguan. U larguan për kushte më të mira jetese. Një pjesë e tyre janë në Pravor, po një pjesë e madhe janë në Amerikë, janë në Texas, domethënë në vende naftëmbajtëse. Unë kam patur rastin, kam bashkëpunuar me një kompani zvicerane, franceze, etj. Dhe me specialistët tyre kemi vajtur edhe në ish e themi këtë, e theksoj, ish Institutin Gjeologjik të Naftës, i cili nuk ekziston më. Dhe aty këta të huajt takuan, biseduan me specialistë shqiptar që kishin mbetur pa u larguar. Dhe më kujtohet një nga ata të huajt një izraelito-rus, do më ishe nga izraelit që kishin qenë në Rusi dhe ishte kthyer, po ai që punonte tani për Kanadan, më tha këta që kanë shumë të aftë, më tha mua, për këta specialistët shqiptarë. Ta janë të fundit, i them, që kanë mbetur. Ata më të talentuarit kanë ikur. Shumë keqë. Nëse, do më thënë, e kam fjallën që ne kemi patur specialist me të vërtet shumë të zotë, se gjeologjia i ndëruar është një lloj si mjekësia, dhe ka shumë degë, ashtu si shka kardiologji, pediatri, etj. Edhe këtu kështu është. Nuk mund t'i jesh shkencëtar për çdo gjë, absolutisht jo. Shkencëtar mund t'i jesh për një fushë të caktuar. Kështu është edhe këtu në gjellë. Një është për naftën, tjetër është për kromin, tjetër është për qymyrën, tjetër është... Profesore, kishit zbuluar në kohën e monizmit Shpiragun, që është folur shumë? Shpiragu është folur shumë, tani nuk po flitet, po jo se gjeologët shqiptarë nuk e kanë njohur Shpiragun, dhe nuk e kanë njohur si mundësi naftëmbajtje, jo si gjeografi, po si mundësi naftëmbajtje, dhe e kanë ditur. Por, mundësit teknologjike ishin të kufizuara. Dhe që aty ka vite që po punon, është angazhuar Shelli, një nga kompanit më prestigjioze në botë. Ata, me sa jemi ndjeni se ata edhe nuk e japin të dhanët edhe punë e tyre, ata kanë gjetur nivele nafte. Tash problemi është që sa shtrihet shtresa naftë mbajtëse, çfarë niveli ka dhe çfarë rezervash ka, që ai nuk i futet kot shfrytëzimit të sjellë teknologjinë e shfrytëzimit në qoftë se nuk bindet për rezervat industriale. Me sa duket, ata janë në studim, shpresojmë që çdo gjë të shkojë mbar. Unë kam ish studentë e mi që kanë qenë të angazhuar edhe në Shell, edhe nga Shelli kanë qenë të angazhuar. I ka vlerësuar, i ka marrë në punë për një periudhë. Por si që thash, me sa duket, Shelli është në studim të situatës në Shpirag. Po Shpiragu nuk është vetëm Shpiragu. Shpiragu ka shtrirje, majtas, dethas, në jug, në veri. Dhe aty është gjithë sekreti. Sa e ka shtrirën niveli naftë majtës, sa e ka shtrirën. Dhe qa rezervash, kuptohet. Qartë, profesor, nëse gjehet nafta në Shpirag, çfarë do i sillte ekonomisë shqiptare në aspektin monetar? Shiko, nëse gjendet, e para njëre kanë si të gjendet. E dyta është qa rezervash ka, sa ka. Dhe, mande, shteti bën kontratat e nevojshme, po është pasuri e madhe. Më thënë, po jo them që prania e një vendmorimi nafte, në Shpirag dhe në zonat të rreth e qarë, do ishte një fat i madh dhe një pasuri e madhe për ekonominë shqiptare. Ekonominë. Dhe ju e dini që nafta sot shiko që po bëhet në linjën e mesme këtë. Më thënë, aty ngrihen çmimet, aty ulen çmimet,
sepse është lufta në mes tjere, por ama nuk bëhet shaka me rezervat e naftës. Që Shqipëria nuk është, e kam thënë në herë tjetër, nuk është Arabia Saudite, sigurisht, që në çdo metër, në çdo kilometër gjendet një pus nafte. Por nuk është edhe pa gjë, se ka plot vende të tjera që as e njohin naftën fare, domethënë nuk kanë rezerva, jo se nuk dinë të gjejnë, por nuk kanë. Shpesh profesor ne kemi parë që në vende të ndryshme janë bërë kërkime edhe në det për të krijuar burime të ndryshme natyrore që kthehen më pas në resurset nevojshme. Janë bërë kërkime në kohën tuaj edhe në det? Po janë bërë. Shikoj, janë bërë. Ne kemi qenë të lidhur dikur edhe me Agjipin, e njihni shoqëria naft kërkuese të tjera italiane, një nga kompanitë të fuqishme. Dhe problemi ishte ku do kërkohet nafta? Do kërkohet në formacionet të regjene, i themi ne, domethënë në ranonët, apo do shkojnë shpimet më thellë, domethënë të kapje gëlqërorët në naftë, në det, të kapje gëlqërorët në det. Dhe aktivizimi i Agjipit, edhe i kompanive të tjera, arriti deri në ato që quhen niveli i sipërm, edhe ata takuan formacione gaz mbajtëse, gaz, jo naftë. Nuk u thelluan më shumë, për arsyet e tyre ekonomike me sa duket, sepse vërtet ishte shpenzimi madh, domethënë shpimet në det janë shumë më të shtrenjta se sa në stere, se sa në tokë, kuptohet. Por e ardhmja është e tillë, që Shqipëria është naftë mbajtëse edhe në det, sepse është një term në gjeologji që i thonë zona e shelfit, domethënë nga bregdeti të futesh në thellësi deri në 200 metra thellë, jo 200 metra larg, po 200 metra thellë. Dhe që të bëhen shpime për të gjetur naftë, po që ta gjesh në formacionet karbonatike, gëlqërorët, atëre kjo nuk është aq e lehtë, ama ka shpenzime. Dhe në qoftë se ti gjen në rezervat mjaftueshme, sigurisht që ato shpenzime justifikohen. Por ama kjo nuk është. Dhe ata i hë për hë u tërhoqen. Jo vetëm italianët, po edhe të tjerë. Ka qenë edhe një kompani amerikane që punoi ca kohë në detin Jon, në kufirin midis Shqipërisë dhe Greqisë, po në pjesën shqiptare, kuptohet. Edhe ata bën tentativa për kërkime në det, për arsyet e tyre ekonomike që duket, u tërhoqen. Domethënë nuk edhe në det, se nuk ka mundësi që ta kesh naftën në tokë e mos ta kesh në det. Shkencërisht nuk. Qartë. Profesori, keni pasur, ne them që në kryet herës bashkëpunim me shumë shtete, kryesisht me Gjermaninë, kanë ardhur edhe kolektuar nga Gjermania në Shqipëri. A janë mahanitur nga Shqipëria kur e kanë parë? Si janë gjendur këtu? Shiko. Po them në këtë aspekt, pra në aspektin tuaj. E kuptoj pyetjen dhe në përgjithësi kanë qenë pozitiv, e kanë konstatuar të kënaqur. Të kënaqur jo vetëm kështu nga mikpritja shqiptare, trajtimi njëra tjetra, po mbi të gjitha nga ana shkencore. Domethënë, ata kanë mbredhur, unë vetë kam qenë me Gjerman deri në majën e Korabit, që është lartësia më e lartë në Shqipëri, 2754 metra. E di mirë, se e kam shkel jo një herë, po shumë herë. Dhe kanë konstatuar që ka punë për shkencëtarët. Unë personalisht bëj pjesë në atë fushë të gjeologjisë që quhet gjeologjia krajinore. Domethënë jam paleontolog, jam stratigraf, që lidhen ngushtë me gjeologjinë në përgjithësi, dhe që të kalosh pastaj në kërkime për vendburime, për mademe, që i thot populli këtu. Duhet të njohësh një herë mirë këtë gjeologjinë krajinore, të ndërtosh hartat gjeologjike. Ato i harta janë ndërtuar në Shqipëri. Janë ndërtuar.
Jo vetëm 1.200.000 që shkalla me e vogël, po janë ndërtuar deri në shkallë 1.50.000, 1.25.000 që janë harta të detajuara, nuk janë kollaj. Dhe sot tek ne funksionon ai që quhet Shërbimi Gjeologjik Shqiptar. Shërbimi Gjeologjik Shqiptar. Aty janë specialistët, kanë detyrat e tyre, lëvizin në për Shqipëri, kanë edhe bashkëpunime, tash puna është që edhe financimet sa janë, se ju e kuptoni vetë që gjeologjia do financimet forta. Po unë kam besim të plot që gjeologët tanë, specialistët tanë, edhe inxhinierët e minierave, se kështu janë të lidhura këto, do të kenë patjetër sukses edhe në të ardhmen. Se shikoni, në qoftë se sot themi miniera e Kromit, në fillim atje ka punuar gjeologjia, domethënë e ka zbuluar gjeologjia këtë Kromin, dhe pastaj janë futur minierët. Miniera vjen mbas gjeologjisë në kuptimin e aktivizimit. Duhet ta zbulosh njëherë, që ta zbulosh duhet të punojë gjeologjia në të gjitha drejtimet, Domethënë duhet të ketë specialist, kële vjen Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave, ka degë në gjeologjisë të posaçme, ka degë minierës. Ama aty ka një gjë që përgatiten student, përgatiten specialist që të punojnë edhe në kërkimet gjeologjike, dhe pastaj janë ata të minierave që në qoftë se gjendet minerali dobishëm, gjendet mademi me fjalë tjera, fillon punimet miniera, fillon shfrytëzimi. Kështu është Selenica për shembull, miniera e bitumit në Selenicë. Në fillim është punuar në sipërfaqe, edhe me shpime. Dhe pastaj filloi shfrytëzimi i bitumit që vajti deri në, siç kemi dëgjuar, në rrugët e Evropës. Dhe pastaj sigurisht edhe në Shqipëri. Kështu që fushat janë të lidhura, fushat janë të shumta. Por ama kërkojnë specialist të aftë, të përkushtuar. Unë duke qenë nga pedagogët e hershëm të fakultetit, atyre pasardhëse të mi, i studentëve që janë djemë të mirë, shumë të mirë, ja u kam theksuar që nuk bëhen dy punë për një herësh. Se ju e dini që tani ka dhe atë tendenci që të bëjnë në një punë private, të fitojnë në një lekë më shumë, e tjera. Që të jesh pedagog i mirë, duhet të jesh shkencëtar i mirë. Dhe që të jesh shkencëtar i mirë, nuk mundesh të punosh edhe në një kompani private, edhe në fakultet. Jo, është e pamundër. Në qoftë se dojë të bësh uzmetin, tamam, të merresh me shkencë, të merresh me literaturën, të mësosh gjuhë të huaja, të kesh laboratoret, ka shumë element. Por e thash edhe një herë që kam mbijen të plotë që në të ardhmen të shkencëtarët tanë të rinj do të ecin përpara, Edhe falë bashkëpunimit me të huajt. Se të huajt nuk bashkëpunojnë në qoftë se nuk gjejnë specialist adekuat, të barabartë ose aty afër. Ndryshe ai s'ka interes po sa. Qartë. Profesor, po Flori, kemi ar? Ar? Po. Shiko. Ju e dini që dikur ka qenë miniera e bakrit në Rubik. Dhe industria e bakrit në Shqipëri ka qenë e ciklit të mbyllur. Do me thënë, nga miniera, ku shfrytëzoi, merre shkëmbi, shkonte në fabrikën e bakrit në Rubik, në fabrikë. Aty ndaheshin gjërat, dhe aty kishte edhe arë, dhe ari ndaheshin. Ato plakat e arit ndaheshin veç. Ndërkohë, ne kishim një fabrikë telash në Shkodër. Do shta e keni dëgjuar, që prodhonte telat edhe për televizor, kablët për televizor. Pra,
nga Shkëmbi, shkonde në fabrikën e prodhimit të telave e tjera. Bile në atë kohë, më duket, edhe eksportohet diçka. Pra, ka, sigurisht, rezerva ari. Po, me sa dhije deri, sot, nuk është se janë kush e di sa të bollshme. Ama, nuk është pa gjë. Me se është folë në politikë që nuk është folur, por unë po them shkencërisht që kemi patur një industri të ciklit të mbyllur, dhe u theksoj këtë. Profesor, dhe një pyetje të fundit, duke përfituar nga rasti që ju kam këtu me moshën që keni mbi supe, cila është këshilla juaj për të rinjt përgjithësi? Nuk ju kuptova mirë, edhe një herë. Cila është këshilla juaj për të rinjt? Dëshira ime e nderuar është për moshën që kam sigurisht. Të ndihmoj sa mundem ta kolegë të rinj, ata që e kërkojnë ndihmën. Dhe vetë pastaj konkretisht vazhdoj këto bashkëpunimet me kolegë të huaj, komunikimet, shkëmbejmë mendime, sepse ja u thash që fusha ime me ngusht është stratigrafi, paleontologji, dhe në këtë fushë sigurisht që unë kam patur shumë bashkëpunime me italian, me gjerman, me austriak, kam qenë deri në Kanada për këtë punë. Por, për moshën që kam sigurisht që edhe forcat nuk më lejojnë për të lëvizur. Në fatkeqësisht unë nuk vetë do në terren, se zakonisht gjeologjia, po nuk vajte të punosh në terren, atëherë do përsëritësh veten. Dhe përsëritja është negative. Profesor, faleminderit shumë për praninë tuaj, faleminderit shumë edhe për këtë intervistë për të veçantë. Shumë faleminderit juve. Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.